Vazhdon aktive vatra e zjarrit në parkun kombëtar Lur Malidejës. Zjarri ka patur zhvillime në 2 vatra në anën e Koçeke dhe rreth Bori e Lurës e Fush Lurës, ku ka patur aktivizime në vatrave të vogla mbi vije ndarëse të banesave, por i gjithë perimetri rreth tyre është mbajtur nën monitorim. Në kaun e Gurlurës ka patur 2 zhvillime, një vatër nga Gurlura po punohet fort për hapje korridoresh dhe po arrit të vendoset nën kontroll, ndërsa një vatër që është zhvilluar mbi Kresht dhe nga Gjagjishti ku janë disa stane është punuar duke prerë drejtimin në koordinim e mbështetje nga ajri dhe është e ulur shkalla e rrezikut. Vazhdon aktive vatra e zjarrit në qafa e Helmes në territor të njësisë administrative Push Bulqiz dhe Selisht të Bashkisë Dibër. Nga ana e Selishtës, më shumë zhvillime ka patur në Pyje, Pishe mbi fshatin Kacni. Zjarri është zhvilluar edhe me sipërfaqësor, por edhe me pyje të dendra ku është edhe rreziku më i madh, pasi ka shumë lëndë drusore të rrëzuar dhe lëndë ndër vite, çka e favorizon zjarrin të jetë më shumë aktiv në këtë perimetër. Nga ana tjetër, vazhdon aktive vatra e zjarrit në fshatin Bruç të njësisë administrative Rukaj në bashkinë e Matit. Terreni vështirë shkëmbor ka pamundësuar operacionin në të cilin janë angazhuar specialistët e mbrojtjes civile, të shërbimit pyjor, të shërbimit zjarfikës, e punonjës të bashkisë Matsi dhe 32 efektiv të forcave të armatosura. Deri më tani janë përshkuar e djegur rreth 10 hektar dushje shkure, ndërsa në ndihmë shkoi edhe një helikopter i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.